Lea, ti ke dy pasaporta. Një pasaport shqiptar dhe një pasaport angleze. Nëse do të vinte dikush përpara një zgjedhje. Në Itali nuk kam pasaport, po kam jetuar shumë gjatë. Vendi që ku jam jetuar më shumë nga të tre këto, Italia, Britania dhe Shqipëria, është prapë Shqipëria. Më thonë, kam kaluar shumë kohë në Shqipëri, e këtë po bëja këto llogaria. Kam jetuar unë tani më shumë jashtë Shqipërisë se kam jetuar brenda Shqipërisë dhe jam akoma në fazën që kam jetuar më shumë në Shqipëri. Kështu që besoj që lidhjen më të fortë e kam akoma me Shqipërinë. Prandaj u përlote dhe u preke tek çmimi që more para ca kohë? Po, edhe dija që të përlotesha. Thash unë, më thonë, mora këtë honoris causa nga Universiteti i Durrësit dhe nuk më ka ndodhur asnjëherë në asnjë çmim, sado i rëndësishëm që të ishte kudo që të isha, se kam marrë çmime letrare, çmime akademike, që të mua është rrethur sherpiku. Po u preka sepse ishte gjithë jeta ime, gjithë fëmijëria ime, ishin gjithë ato, pastaj nuk ishte vetëm e imja, ishin gjithë mësuesit e mi, ishin prindrit, ishte netot pa gjumë të gjyshes, ishin gjithë këshillat, gjithë kujtesat, dhe ti kthehesh në një vend dhe aty nëpërmjet vendit të kthehet jeta. Më tham që është shumë normale që të prekesh. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.